Veç pak, a mundë se po ma grit lutna. Një për pyetjeve më të shpeshta që ma keni bërë, kur kemi pëlirot, kur kemi ndreq, jo tu ka drysh, jo tu ka prish, jo ngjyra. Sot më në fund, përfundimisht, ku marrte baba i foljeve te autoxhelali. Edhe që shpeshini, e kom pru Mercedesin tem. Edhe, veç pak, a mundë se po ma grit lutna. Shka me grit, kjo koka i grilë bol. Na këtë dim që nuk ka më të mirë edhe një matë njorit për folje. Faleminderit. Kretë më kanë thonë, edhe ti më thonë që ti në origjina me qitë folje. Okej, qashtu është. Tash ka mujmë një kohë tina. Po duke pa gjendjen e veturës, rekomandimi jam është këto me e ly. Edhe ngjyra, unë kom holumtuar shumë, kom marrë shumë mendime, e kom vetë si këtë qytetar, dhe ChatGPT-n, më ka thonë që vetë zë. Po, zeza pa dyshim. Edhe kjo e mirë që kjo e bardha, po apet e zeza e kishtë nejtë ma Në mirë. fakt, ky përfundi është i zi. Apo? Po, original është Që i kjo zi. është folje? Po, kjo është folje, po kjerë është normal i zi. Ju ka bo baja zotnis, edhe e ka ndru. Wow. Kështu që edhe tonën mas një kohë, kur të bot bajat e zeza, mujna me bot bardë, kuq, Sa ku merë procedura e limaris, për që të ketë, parafërsisht? nuk mujna me ditë sakt pa ja fillu me shmontu ose me i hapë Përse disa nesër vene. kryet? Po nesër po, ose dje. 2 javë ditë na duhet ko. Okej. Po, Për do pjesën e limaris. Po, për pjesën e limarisë edhe të ngjyrosis. Po, se për shembull unë po shoh që ka korrozion pjesën e poshtme, pa i çmontu, pa i hek do plastika për me po deri në çfarë masë është korrozioni, ajo mundet edhe më na shty afat. Ti a i propozon njerëz me ngjyros apo me folje apo varësisht për llojit tjerë? Për sa i përket ndryshimit të ngjyrës veturës, më shumë ka kërkesa për me vesh me folje se sa me ly. Tjerën prej këtu, normal se këtu në Prishtinë, këtë pikën e re vesh punojmë me folje. Tjerën kena me çun pikën qendrore që kena në Prizren, do thot në Lubirës Prizrenit, atje është pjesa karoserisë e jonja, që i kem profesion që e ushtrojmë më shumë se 50 vite. Pastaj atje do të bëhet procesi, besoj që ti vjen edhe atje. Po. Edhe i bojmë do incizime, i bojmë do masi ti hapim do pjesë, edhe ta shohim çka po na del, apo na del një surprizë pa pritun apo ka më shku gjithçka mbas planit. Shpresojmë që jo. Na ju përshëndesim prej pikës më të re në Prishtinë, që dash nuk keni nevojë më shkuën në Prizren, për me pak larg, po. Larg, po. Edhe nuk shkuat në Mercedes. Del në Prizren. Jo, s'shkohet. A mundi më hartu te pika e re. Ku i bjen çka se unë me Kjo geografi? është Çagllavic. Në Çagllavic. Po. Edhe kur të vinim, nëse i thuni prej Marianit, Po, patjetër. ja u hek Ta kem gjysën. parasysh. Na shihemi jo mas 2 java, por na kanë po mas 2 ditëve për shkak se në momentin që hapet kirri, kena me kallzu pak shërgjendja, edhe para, edhe pas, edhe që kjo është pjesa ma që unë e kom prit mas shumë ti. Se kirri kështu mirë, po s'po shihet të vëlla, dhe di po më lali njerëz nuk të në sens ka se vë. E kështu që jem shumë i lumtur, edhe menzi po pres. Do ta bëjmë, do ta mbulojmë me atë mbulesën që i kemi. Surprizë, a? Tjetë surprizë. Tërë, faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe ju shkop marr, inshallah si del një surprizë, Inshallah. edhe shihemi me një Faleminderit. tjetër. Faleminderit.